Goni jemi në një realitet të ri, ti e përjashtuar nga shkolla Skënderbej dhe je rikthyer në Memaliaj. Si vijoi më tej? Do që shkollën e mesme apo nise punë? Së pari, me që se rikthemi përsëri pra duke vazhduar ciklin jeta ime, duhet të them se këtë xhirim e kam bërë në të njëjtën ditë me xhirimin e mparshëm, por më urdhëruan të ndroja xhaketën dhe bluzën. Si që shikon. Tani kthimi në Memaliaj, si që thash, ishte një dramë. Unë do thosha që kalonte deri në kufit e një dhimbje shumë të madhe, sidomos për prindit e mi. 7 fëmijë, unë i pari që dola për me shkollë, unë u përjashtova. Baba im bëri përpjekje të jashtëzakonshme që unë të rikthesha në shkollën Skënderbej, e për çfarë? Se ngelin fizik ekuacioni i Bernoullit. E kur e mendoj sot ekuacioni i Bernoullit. E çfarë është ekuacioni i Bernoullit? Or s'më ka dalë një herë përpara në jetë, që të më thoshte babai harra me paç. Ç'do më thonë, po pse më zysh më ngele tek ajo? Nëse të mira tu bëfshin. Megjithse ndërhyri disa herë, xhaxhai im Veli Llakaj i tha, në Vruz nuk them dot gjë mbrapa. Agroni të vazhdoi shkollën aty në Memaliaj dhe pasi të marrë shkollën e mesme do ta rregullojmë në shkollën e Zallëherit, ku përgatiteshin oficerët rezervist. Por ata futeshin në sistem, në ushtri. Pra, në një farë mënyrë merrte titullin ushtarak. Dhe gjau të qebergjeni, më tha babai. Na shi shkollën do vesh ta bësh aty edhe punë edhe shkollë. Shkollë ditën s'ka, harroje. Ta dhash shansin, ta dhash mundësinë, ti e dogje. Na shi aty se do ushesh edhe të tjerët. Ishte vllai i madh që ishte në punë dhe unë që u futa në punë dhe puna e parë fare për shkak se isha e përjashtuar nga shkolla, më dërguan 3 muaj në pastrim kullotash. Është një fshat përballë Memaliaj quhet Miric. Në kooperativën e Miricës, 3 muaj me rezultate të shkëlqyera, kam pas brigadier një Asim Tringa. Ramet pas se di mirë që nuk besoj se jeton. Dhe pas asaj, për rezultate të mira, më dhanë të drejtën të punoja në një nga ndërmarrjet shtetërore. Dhe në ato mundësit që ishnë aty, mua më ofruan në ndërtim. Në 16 dhjetor 1977 kam filluar punë në ndërtim në fabrikën e fosforit në Memaliaj. Kam qenë punëtor përtej këtyre, kam qenë punëtor i Zoti, i papërtuar. Çdo murator që punonte me mua kishte kënaqësinë të më kishte ndihmë, sepse unë gjithmonë e ushqeja me tulla, me llaç, me gur, se kishte një parim në ndërtim. Më thoshte për shembull, a të bëj 5 minuta pushim? Pore, tulla, llaç e bjerë fli. Po sa kthehet tulla ti bërtiste muratori. Hajde llaç! Sa më thotë, hajde tulla, po unë nuk arri asnjëherë talia muratorit ta kërkonte sepse ja çoja. Dhe në një moment pushimi ka qenë një murator nga Qeserati ose nga Toçi, nuk e kujtoj mirë, e kishte emrin Qani. Ai më dha leksionin e parë të jetës. Se shikonte që unë mërzitesha shumë se me hinteshin këto kyçet e dorës. Isha vetëm 16 vjeç. Do thoni ju të merituar e kisha të merituar, unë s'po them që por pse më dënuan mua. Por kështu ishte. Edhe po qaja ti erdhi ai, më fërkoi shpatullat, më tha, dëgjoj Xhani babaj, tha. Unë kam qenë baba të qeje. Mos u mërzit dhe mos u ligështo. Zoti tha do të japi patjetër një shans të dytë, sepse njeriu në jetë i vijnë 3 mundësi. 2 të mira dhe 1 e keqe. Nëse e para do të vinte e keqe, ti do kishe 2 të mira mbrapa. Në rastin e parë ty të erdhi një e mirë dhe ti e dogje. Mos u mërzit. Zoti do të japi një shans tjetër të dytë, një mundësi të dytë, por fiksoje mirë. Do ta shtrëngosh fort në dorë sikur është një zog dhe zot ta hapësh dorën kur për çfarëdo lloj arsye dhe shkaku. Sepse po e humbe dhe shansin e dytë, të tretin e ketë keq. Ka qenë filozofia udhëheqëse e gjithë jetës time. Në të gjitha momentet kur kam dashur që ta lë qëllimin dhe aksionin tim, më është kujtuar gjithmonë kjo fjali e baba Qaniut. Mos e hap grushtin, mos e lër zogun t'i nga dora. Dhe vazhdoj të jem sot e kësaj dite me dorën e shtrënguar. E dashuroj, dua profesionin që kam dhe punoj me gjithë forcën, kurajën dhe përkushtimin për të mbritur gjithmonë më të mirën, pa qenë asnjëherë i përsosur, por gjithmonë duke luftuar për të përsosur.
se njeriu përsoset vetëm atje kur Zoti të ul flamurin për jetë. Dhe në kohën që ishin ato pushimet midis, unë kam kënduar që në kohën e 8 vjeçare, se kemi në pjesën para kam treguar, dhe çuditërisht në mënyrë të pandërgjeshme, ose e thënë të flasim me këtë gjuhë subkonsciente, unë imitoja këngëtar apo zëra të ndryshëm të radio, se një radio një televizion ishte. Dhe maj atyre këndoja Petit Lulon, këndoja Oren Çobani gëzuar e tjera, po ata muratorët e çaj ishin punëtorë tjerë, kënaqeshin. Ky djali sa bukur këndon. Dhe një ditë për ditësh siç isha në një skel duke shtyr karrocën me beton, dëgjoj një zë, o çuni. Përballë nesh tek fabrika fosforit ishte parku i autobusëve dhe ishte një këngëtar, ose e themi këngëtari kryesori me malijet, amator, Pertev Goxhaj, Ramet Ket. Ka ikur shpejt nga jeta dhe më thiri, hajde pak këtu me ato duar gjithë graso. I kujta e ti, i Norvës Laksi ta shumë. Po e di që këndon bukur? Se di, dëgjoj. Do vish sot në orën 5 te Pallati i Kulturës? Ta provosh një herë se nuk e, por natyrshëm që është një lloj oferte, një lloj ftese, dhe shkova me vrap. Në orën 5 isha te Pallati i Kulturës. Atje ishte drejtori i Pallatit të Kulturës, Xhafer Kuçi, dhe i madhi dhe i mjeshtri që më ka mësuar për herë të parë si ta udhëheq një këngë Dimitër Peri, Miço. I ndjerësh dhe Miço i madh, dhe ka qenë nga njerëzit që e kam imituar. E mo, që ti të mosh ti mo? Pëdo mo, pa këndo mo? Ngela unë që... Më thot drejtori, qa këngë do të këndosh agron? I thash unë nga Llogoria s'lozim kur të Petit Lulon. La mo da, që dua mo? O dhe Miço. O këndo ti nga Llogoria s'lozim kur mo? Që dua mo? Ko qip, e mba më të mi mo? E mba i thash unë. Ullë në piano, a i dhe pjesa e parë ishte në këtë gjuhën e muzikë tonë lavare, e lështuar. Po unë bëja ngjyra të bukura. Fillova unë. Shqipëri moj luse dhe luftëtare, në mes kohrave, o që ngrejnë tufane. U maknit Miçoa, u maknit dhe Xhaferi. Në llogoreri e stunde shkur, të vërtetën ma në flamur. I ke parti si një diell në val, këtu dhitej muhabeti, se fillon të ritmi, po unë me ritmin isha zënë ma këshin vjetur që ku kësha lindur. Miço në qef të vetë, unë në qefin tim, ndaloj. Kur shko mo, komar? Nuk të jo mo ritmin mo? Duhen dite, duhen e, po unë baja vinë melodike të ndion se qa ishte ritmi, po këtu mo, një herë, 2 herë, 3 herë, iku luajt i nervash me nuk bërë, ikma, ullo, ka qip, ullo ati. Në ndoj që, në kohën që po dila e thot a i drejtori, hajde këtu hajde. I thot, o Miço, a këndon mirë? Po zë ka qameta dhe vesh ka mirë, ta po ritmin. Po le të këndoj aty te korri, ta se nuk na prish punë. Dhe unë qëndrova te korri. Po, kështu shma beti, nga korri kalova te kompleksi, pastaj këndova këngën e parë në një anket muzikore në Maliaj. Këndova ishte kompozitor i shoku im, që ishte në kinoperatori i Pallatit të Kulturës, Rakip Zhupa. Ishte kënga e dëshmorit. Tani do thoni ju e po qa memorje, pa aq sa maj mend me fjalë. Vjeshta jethe se që shkundi, lete ndi lapidar. Në na plak uli trupe, s'kuj trupin tën, o komisar, lehte lule, solli në mbi lapidar, në për vite historie, në mes jesh, o komisar, ra në yje, unë gritën këngë, e të tjera mu sa bëj këngën në fund, por kur e këndova, mu drodh dorat e mikrofoni, dhe i publiku që me entusiasmoj, me dorë do kiti, këngëtar, pra unë e kam nisur si këngëtar, për herë të parë. Aty mora kurajo, unë pasaj thosh që do zoti më godet në një këngë që ta përbaj ritmin. Se mos më del në një këngë që dal në ritmin se dhite mua beti së të mate publiku. Po më ka nderuar. Biles ky problemi me antiritmin më ka shoqëruar edhe në Portokalli, edhe në Alpazar. I ka pas të probleme, por drejtues orkestra më kanë mirë kuptuar, se kanë thënë, e janë ju pas meje, jo unë pas jush. Dhe këtë marrëdhënie në i farë mënyrë këtë teorinë e Trumpit, unë jam i forti dhe bëni qa them unë, e kam shpikur unë i pari. Trumpi e vodhi nga mua dhe po pushton botën sot. Nejse.
Në vitin 1981 shkojmë me ansamblin e klasës punëtore të Tepelenës në Burrel, në një takim kombëtar, në cilën ansambli ynë zuri vendin e parë. Dhe duke patur se një memaliot, ose Tepelenas, themi Martin Sukalla, inxhinier, miniere, por drejtori i minierës së Bulqizës, mos gabohem, miniera quhet Todi Manço. Dhe na thanë do shkoni për shfaqjen Bulqiz. Ajo salla mbushur gjithë me peliçe. Dhe unë ndërkohë i afrohem regjizorit, shoku tim Agim Lika, se kështu ishim një grup neve, 2-3 kishim shok, miq dhe vëllezër. Të tretë rrisim një katër, të rrisim njëri tjetrit na shoh. Dhe i them, o na shoh, unë di atë parodinë e Thofila Xhianit, si kofini pas të vjeli nga Pekini nga kënoj gjeli. Kishte ardhur 3 net me Malia, i parodisti famshëm i Sarandës Theofila Xhiani, mjeshtër i merituar, dhe natyrshëm që thithja ime, absolvimi i kësaj, unë e kisha kështu, e kisha mësuar përmendesh, e këndoja gjithë qef për veten time. Dhe i thash, ditë ta këndoj unë këtë këtu, e di vërtet ta mua, edhe ja këndova. Po shumë mirë, vajti i tha shefit muzikës, Miços. Miço agroni këtë, ik po, la atari, ik tani mo, e mara koni skok me i agroni. Hajde mo, mori fizharmonik nga ai, sa fillova unë. Kompjuteri s'kishte, nuk ishte shpikur akoma për ne. Po që kompjuteri mor. Hajde ta provojmë. Dola në sallë unë, e fillova parodin. Si kofini pas të vjeli, na Pekini, na këndoj gjeli. Botas ndahet si më parë, paralele meridianë, në borgjeze proletar. Deri te ky moment unë e bëja kinën që na kishte tradhtuar. Kështu ishte parodia, e bëja kinën mut fare. Sepse në fund fare, aty ku ngrije salla në këmbë, se partia jon Bajrak përgjigjen çualla shuplak, sythet ju pëlsa si në flak, vepra jote vetë time, i zbërtheu brinjë më brinjë, la kuriq në sytë e botës, i nxjerr drite Enver Hoxhës, i nxjerr drite Enver Hoxhës. Po ku shikonin më sytë e mi, salla e gjitha në këmbë. Biz, unë dil nga skena, theu, prap edhe njerë, biz, 5 herë e kam kënduar parodin në Bulqiz. Në aty e mbrapa, filloi aktivizimi im në estradën amatorit me Maliajt, me to gjërat nga pak, jo atë po këtë e tjera, dhe në mënyrë të pandërgjeshme, unë kisha fiksuar të paktën rreth 3-4 personazhe të muzikës, apo dhe këtyre të lajmeve, atë të Moti Petikleka që i imitoja. Por nuk kishte dalë në kohë zhanri i imitimit. Akoma nuk ishte krijuar. Në një nga netët e ndrimit të viteve në televizion, në TVSH, dolën Zev Deda me Rita Ndocin duke imituar ai Chaplinin. Rita nuk e kujtoj mirë çfarë imitoi. Dhe këtu lindja i them unë regjizorit, "Mona shoh, po imitoj unë nga këto." Pa fillova unë të imitoja Petrit Lunon, Tërni Tërshanën, Avni Mulën. Sa dilja aty, publiku reagonte, sepse tani nuk them perfeksion, po ishte një gjë kështu që veshi tyre ofronte se një radio në televizion ishin përqendruar të gjithë, e dini kush ishte Petrit Lulo, Toni Tërshana apo tjetri. Kështu filloi suksesi me imitimet, po për këtë do të flasim në një moment tjetër. Më thuaj tani ç'pyetje tjetër ke. Pas ndërtimit, kush ishte puna jote e dytë? Natyrisht që pas ndërtimit duhet të shkoja në një vend ku të fitoja të ardhurat më shumë, sepse rroga ime ndërtimi ishte 5.400 lekë. Në minier ishte 6.800 deri në 7.200. Fillova punë në minier. Mamaja ime ishte brigadiere repart të jashtëm. Çdo kush kur e dëgjon që brigadiere, do të rri me lapse letre shnon orët e punëtorëve. Mama ime ka qenë heroina e familjes tonë. Mamaja ime la dikur librarinë e qytetit në Maliaj, sepse 7 fëmijë nuk rriteshin me një rrogë të vogël, dhe filloi të punonte në repartin e jashtëm,
shumë kurajoze, shumë luftarake, me një karakter të jashtëzakonshëm e papërpullur, duke shtyrë vagona me kurriz, sikur se shtynin edhe burrat. Dhe për shkak të aftësive që kishte, natyrshëm fitoi dhe autoritetin për të zgjedhur brigadiere. Brigadiere deri në kishte rreth 42 punëtor, por shtynte vetë vagona. Pra, vagonat dilin nga miniera, duhet të shkarkoheshin në ca vende që quheshin siloz, pra që vinin ngarkoheshin skodat me qymyr. Këtë punën marrin vagona, shkarkimin rrotulluese, dhe këto e bënin punëtorët e repartit jashtëm, pra në këtë rast mamaja ime dhe shoqet e saj. Kështu që unë pata fatin e mirë që kur fillohan minierë në pusin numër 2, kisha fatin e mirë që isha i shoqëruar, kisha një lëkurë, isha i mbështjellë, kisha maman time, kujdesin që ta shikoj Magroni dhe shefi i pari imi e kishte emrin Gole Vlashi, nga Memaliaj, Zagorit, me origjinë një njeri mrekullueshëm, është në memorien time me gjithë respektin dhe minjohem për mbështetjen në ditët e para kur fillova punë minier. Në minier është një fjalë goje. Kur jam futur për herë të parë, gjëja që zëri brendshëm më thoshte: "O Zoti i madh, kur do më japësh mundësinë të punoj një herë në diell?" Nuk kam qenë në frontet më të vështira në minier. Kam punuar në ringritje, mirëmbajtje dhe avancim. Por në gjithë të përjetimin e përditshëm bashkë me zhanrin e imitimit, njeriu i parë që kam imituar në minier ka qenë pikërisht shef Golja. E bëja zërin e tij aq të vërtet sa shumë njerëz binin pre e zërit të tij, e këtij imitimi. Një ditë prej ditësh vjen drejtori minierës. Dhe vërtet: "Gole, shoku Gole, shpejt të ashensori do zbresim në pusin në nivelin numër 2 për kontroll." Po, nuk u përgjigj Golja, përgjigja unë. "Erdha shoku drejtor, erdha, më merr vesh ja për 1 minutë." "Hajde tash, pa, lëre 1 minutë." Si rregull ishte, nëse drejtori kishte zënë katin e parë të ashensorit, ulej ashensori dhe tjetrin hypa unë. Erdha shoku drejtor, por në minier ka një ligj, nuk esin do 2 veta paralel. Do të esësh njëri pas tjetrit. Drejtori ashtu shpull siç ishte i shpejt, este përpara, unë mbrapa dhe filloi ai të thoshte: "Dëgjoj, minator filanin kështu. Pa mos e merr me kështu shoku drejtor, do ta rregullojmë, është alergji, me 7 fëmijë, edhe në mungoj ndonjëherë, do ta shikojmë. Më dëgjon çfarë thash, po mungoj edhe një herë, do ta marrësh, do ta futesh në prodhim. Nuk më duhet. Po dakord, po lëre se më vjen keq. Ma merr vesh." Dhe pasi mbaron ajo që quhet rruga kryesore, në minier quhet Traverbank, fillon ndahen frontet. Galeri jug, galeri veri. Aty ai do shkonte për kontroll nga veri, unë kisha punë jug. Priste minatori im, marrën beshiku. Unë vazhdova, ai vazhdonte, po s'kthente përgjigje Golja. E thotë: "Gole, ktheu ai, hiç. Shoku punëtor, u ktheva unë. Kush ishte këtu mbrapa me unë ishte? Me kë flisja? Me mua. Pa fol një herë? Pa ja, për jashtë!" Po çfarë, kjo bëri që nga ai moment e mbrapa drejtori dha urdhër që unë të punoja vetëm turni parë, nga ky imitim. Pastaj kishte raste të tjera kur ishte autobusi i fundit i cili ikte në orën 11:30. Në 11:30 ajo qetësia në autobus, punëtorët e lodh, minatorët të ardhur nga puna, nga turni i dytë pra për të kthyer në shtëpi, në Maliaj. Dhe në pusin 2 autobusi kishte një rrugë, ngjitej pak në malore, pastaj bënte një zigzake duke ngjitur kodrën. Dhe pastaj dilte në rrugën më normale. Në kohën që shoferi quhe Jorgo ka dënë, thotë: "Jemi gati, nisemi, se vajti ora." U dëgjua zëri shef Goles: "Jorgo, më fal 1 minutë se çfarë ka marruar në zyrë." Po tani e gjetej, tha ai. Ja u dëgjuan ato zërat e atyre, çfarë na mërzite. Iku ai, kaloi 5 minuta s'po vinte. Pasi kishte halli shkreti dhe gjeti justifikim. Unë te dera siç isha aty plasa këmbët. Bap. Faleminderit Jorgo, nisu. Ajo dera autobusit. Autobusi me marshin e parë dojse aty se ishte malore. Mori kthesën, ku përballë atje u shfaq Golja. Jorgo! Po këtu, çfarë donte? Plasi gallate e madhe, pastaj e mësoi ai të vërtetë që unë isha ai që e imitoja. Dhe kryeveprën pastaj, po të shkojnë minierë dhe mos ngarkoje vagona, aty ishte problem. Mos mbushe vagona, do kishim të ringritjeve dhe do të vendosim kasën, të este ringritja.
sepse do fusin turp të prodhimit nga ringritja për nivelin tjetër të shfrytëzimit të qymyrit. Shumë nga këto gjëra dhe nuk i kuptoni, por unë po e tregoj në të vërtetën e saj. Atë në çdo mëngjes mua minatori më thoshte nisu shpejt që të kapësh vagone nga turni 3. Po të kapje 2-3 vagona nga turni 3 ishte mirë, se 2-3 merje nga turni që kishe, kur vinte troleja, lokomotiva, vinte të vagona, me 6 vagona e kishte mbaruar punën, e vendosi kasën. Atë ditë nuk zura unë, o që na bërë, tha i minatori, a që na bërë, tha hajt tani të presim, sepse po të vendos shpejt, 1-2 maksimumi kishim dal nga miniera. Unë kryesisht mara 1-1.5 mbaroja punë. A do na nxjerri golja për jashtë, do na heqi dhe ditën e punës. Pa vazhda, ndërkohë errësirën e galerisë e çau një llamp nga këto kinezë, se ne kishim llama polake, ishin mat, kurse kinezët ishin me reflektore, kryesisht mani brigadierët, shefat. E çau edhe i them bota erdhi golja. Fike ventilatorin. Ishte ventilatori i ajrimit të frontit. Fiku ventilatorin dhe i thash hajde këtu. E ula minatorin, the ti thash Muharrem, isha me një femër unë, e kisha marrë të femër unë, tash unë edhe, ajo femra edhe kështu, kur dëgjohet zëri golet nga, agron, mos vazhdo sa të vi unë. Kishte qef, po nuk do ta tregoj tamam të vërtetën dhe historinë, di që ishte një gjë e bukur, në cilën e morëm atë ditën e punës, ja hodhëm, si të thuash. Ky ka qenë njeriu i parë që kam imituar në jetën time. E kam kthyer diku në një lloj karakteri për personazhet ato që kam patur dhe kjo është e rëndësishme. Për sa i takon pjesës tjetër që isha i mbrytur, ishte nëna ime. Mama ime jo vetëm për sakrificën për rritjen e 7 fëmijëve, por punën e rëndë dhe fizike, por më kujtohet si tani çdo mëngjes kur shkonim në minier, në orën 6:10, 6 çerek mbrinte autobusi në sektor, mamaja ikte para, unë e vllai i madh imi për parimi punonte në prodhim, në punë shumë të vështirë se unë, shkonte na merrte nga një fasule, nga një pilaf, nga një çaj dhe nga 5 lek bukë. Dhe ky është një moment të cilin unë nuk do të harroj dot gjithë jetën time. Dola shpejt nga puna, edhe do shkoja tek mamaja, tek reparti jashtëm. Kur vajta atje nuk e gjeta maman. I them njerit kusht mamaja, tha, patin qik kështu, tha, por edhe erdhi e mori ambulanca, po s'ka asgjë, është kështu. U shqetësova. Ku mora vesh të vërtetën, e kam përjetuar shumë rënd. Nëna ime atë mëngjes kishte marrë 50 lek borxh, që të na ushqente mua me vlla. Dhe për veten e vet kishte 24 orë, pa vënë gjë në gojë. Është fat i madh që e kam. Dhe sot tek kësaj dite edhe derisa Zoti t'i japi jetë nënës time, unë do kujdesem për atë si për një princesh. Nëna ime. Unë kaq. Për sot, jeta ime në thelb ka qenë midis gëzimit, të qeshurës dhe lotit. Zoti e solli sërish që unë të jem në këtë përjetim. Qeshë dhe qaj. Do vazhdoj ta tregoj jetën time. Nëse është për të qeshur, qeshni, nëse s'ka gjë për të qeshur, vlerësojni, dhe në është për të qarë, është emocioni im. Kjo është jeta ime. Shifemi në pjesën tjetër.